Në verën e 1942, ushtria gjermane po avankonte pa u ndalur drejt jugut të Bashkimit Sovjetik. Objektivi i saj ishte arritja e lumit Volga, ku ndodhej një qytet që mbante emrin e armikut të tyre, Stalingrad. Ajo që filloi si një operacion për të siguruar fushat e naftës së Kaukazit, përfundoi duke u kthyer në një nga betejat më vdekjeprurëse të luftës. Për më shumë se 6 muaj, qyteti u shkatërrua nga bombardimet, artilleria dhe luftimet e vazhdueshme. Çdo ndërtesë dhe çdo rrugë ishin si në sken për përleshje në distancë të afërt, në të cilat vdiqën qindra e mijëra ushtarë dhe civil. Gjatë atyre muajve, linja ndërmjet guximit dhe dëshpërimit u zhduk. Dimri shënoi fundin e ushtrisë së 6 gjermane, vdryshoi rrjedhën e konfliktit në frontin lindor. Si u përjetua ditë pas dite përballja që ndryshoi fatin e luftës. Shpata e Barbarosses, a gimme i pushtimit. Sulmi filloi para agjimit të 22 qershorit, të 1941. Në orën 3:15, një tren i blinduar gjerman po përparonte nëpër hekurudat e Lituanisë drejt Bashkimit Sovjetik, ndërsa grupe sabotatorësh të veshur me uniforma armike tashmë po vepronin pas linjave. Disa patrulla gjermane po kalonin lumejt me varka gome, ve të tjerat po çaktivizonin eksploziv në ura. Më pas, divizionet e këmsoris ndiqnin njësit e blinduara. Stacionet hekurudhore u shtëruan në qendra evakuimi, dhe autokolonat e trupave dukej se nuk ishin fund. Në total, më shumë se 3 milion ushtarë të Wehrmachtit u vendosën në kufirin lindor, dhe gjysmë milioni efektiva të vendeve të tjera të boshtit ju bashkuan atyre. Kjo ishte forca pushtuese më e madhe e mbledhur deri në atë moment. Sulmi u nda në 3 akse. Grupi i ushtrisë veri po përparonte nëpër vendet baltike drejt Leningradit. Grupi i ushtrisë qendër, i konsideruar si kryesori, kishte si qëllim Minskun dhe më pas Moskën. Grupi i ushtrisë jug, me më shumë kalori, po shkonte drejt Ukrainës. Që nga dita e parë, Luftwaffe bombardoi aerodrom sovjetike dhe në pak orë më shumë se 1000 avion u shkatëruan para se të ngriheshin. Në të njëjtën kohë, njësi parashutistësh u hodhën pas linjave për të ndërprer komunikimet dhe për të shkaktuar konfuzion. Në Moskë, sinjalet e mëparshme ishin injoruar. Stalin nuk mendonte se Hitleri do të niste një ofensiv pa siguruar më parë prapavijen e tij. Raportet mbi vendosjen e trupave gjermane në kufi u hodhën poshtë. Edhe kur filluan bombardimet, reagimi ishte çorientim. U urdhërua të mos kishte kundërpërgjigje. Ambasadori sovjetik në Berlin priti disa orë në Ministrinë e Punëve të Jashtme para se të pritej. Kur e priti, Ribbentrop i dorëzoi një notë që justifikonte pushtimin me akuza për spionazh dhe sabotazh. Stalini mbeti i mbyllur në Kremlin, pa lëshuar asnjë mesazh. Për disa ditë, biroja politike nuk mori indikacione. Në zonat afër kufirit, komandantët vepronin pa udhëzime të sakta. Disa hezitonin nëse duhej të hapnin zjarr. Komunikimet u ndërpren në orët e para. Disa formacione mbetën të izoluara para se të merrnin urdhra. Më shumë se 4.000 tanke sovjetike u shkatëruan ose u kapën në ato ditë të para. Shumë ishin jashtë pozicioni ose pa përgatitje operative. Megjithëse numri ishte i lartë, mungonin pjesët e këmbimit dhe koordinimi midis njësive. Kaosi u përhap me shpejtësi nga linjat e jashtme drejt brendësisë së vendit. Pasojat e spastrimeve po bëheshin të dukshme. Në vitet e mëparshme, Stalin kishte eliminuar një pjesë të madhe të komandës ushtarake. Si rezultat, shumë oficer kishin mungesë përvoje. Disa ishin të friksuar të vepronin pa autorizim të drejt për drejt. Që organizimi kontribuoi që përparimi gjerman të ishte pothuajse i pandallshëm. Mijëra ushtar u kapën
dhe të tjerë vdiqën pa pasur qelluar. Kolonat e të burgosurve përshkonin rrugët drejt perëndimit. Shumë civil të befasuar nga përparimi armik përpiqeshin të iknin drejt lindjes, por arriheshin nga njësitë motorizuara. Në fushën e betejës, shpejtësia ishte thelbësore. Pancerat tyenin lehtësisht mbrojtjet armike dhe hynin shpejt në thellësi, ndërsa njësitë sovjetike mbeteshin të shpërndara. Disa u përpoqën të rigrupoheshin, por u tejkalluan. Gjermanët kalluan lumin Bug dhe zun Brestin, një qytet që kishte qenë bombarduar intensivisht para sulmit toksor. Brenda pak ditësh, grupi i ushtrisë qendër kishte përparuar qindra kilometra. Formacionet e mekanizuara sovjetike ishin të raskapitura dhe logjistika gjermane mbante ritmin me saktësi. Furnizimi me karburant dhe municione ndiqte hapin e përparimit. Ndërkohë, propaganda gjermane theksonte sukseset. Gazetat njoftonin shkatërimin e regjimenteve të tëra dhe kolapsin e sistemit sovjetik. Fotografit tregonin radhë të gjata të burgosurish. Morali midis trupave gjermane ishte i lartë. Shumë besonin se lufta do të përfundonte brenda pak javësh. Hitleri nga ana e tij mbante kontakt të vazhdueshëm me komandën e lartë. Megjithse festonte fitoret filestare, ai tashmë mendonte për modifikimin e planeve. Nuk ishte besim të plot të generalet e tij. Konsideronte se Moska nuk ishte objektivi më urgjent. Atij i interesonin burimet e jugut, gruri, qymyri dhe nafta. Komandantet gjerman nuk pajtoheshin me këtë vizion. Ata mbronin se Moska duhej të ishte objektivi kryesor, pasi kapja e kryeqytetit do të përfaqësonte një goditje vendimtare, por Hitleri tashmë mendonte për devijimin e një pjese të forcave të tij drejt jugut për të siguruar kontrollin e Ukrainës. Ky vendim gjeneroi tensione. Grupi i ushtrisë qendër ju desh të ndahej. Disa njësi do të vazhdonin drejt Moskës, ndërsa të tjerat do të dërgoheshin për të mbështetur ofensivën mbi Kievin. Ky modifikim i planit filestar do të kishte pasoja që do të bëheshin të dukshme me kalimin e muajve. Ndërkohë, grupi i ushtrisë veri vazhdonte përparimin drejt Leningradit, duke u përballur me rezistencë në disa sektor, megjithse arritën të mbanin ritmin. Në vendet baltike, një pjesë e popullsisë i priti me entuziazëm për shkak të refuzimit të regjimit komunist, por në Bielorusi dhe Ukrainën perëndimore, situata ishte më e paqartë. Ndërsa disa bashkëpunonin me trupat gjermane, të tjerë ju bashkuan partizanëve, gjë që krijonte një skenar të paqëndrueshëm. Ushtria e kuqe, ende goditur nga humbjet filestare, përpiqej të ribënte linjat e saj mbrojtëse. Disa divizione rezistuan më shumë se sa pritej, duke përdorur tanke të vjetra, pjesë artillerie të improvizuara dhe milic me pak trajnim, megjithse sakrifica e tyre arriti të frenonte në sektor të caktuar përparimin armik. Në Trekorik, nga Moska, Stalini foli për herë të parë në radio dhe njohu hapur se Bashkimi Sovjetik po përballej me një luftë totale. Ai bëri thirrje gjithë popullsisë të mbronte adeun, duke urdhëruar formimin urgjent të divizioneve të reja, transferimin masiv të industrive drejt lindjes dhe krijimin e linjave mbrojtëse në thellësi. Që nga ai mesazh, mobilizimi i përgjithshëm filloi menjëherë. Fabrika të tëra u çmontuan dhe u transferuan, rekrutimi u intensifikua deri në përfshirjen e adoleshentëve dhe gratë u integruan në punë të mbështetjes logjistike, transportit dhe provimit. Në të njëjtën kohë, u zbatuan masa disiplinore të rrepta kundër çdo shenje defetizmi, duke krijuar gjykata ushtarake të ngarkuara me gjykimin e dezertorëve dhe frikacakëve. Gjatë atij muaji, shirat sezonal filluan të zhderonin rrugët e dheut në zona të gjera balte, duke vështirësuar lëvizjen e automjeteve të rënda. Përkundër kësaj, njësit e motorizuara gjermane vazhdonin të përparonin,
Kolonat, gjithnjë e më të gjata, shtriheshin për kilometra, ndërsa rritej distanca me bazat logjistike, gjë që gjeneronte presion mbi furnizimin me karburant dhe municione. Disa njësi raportuan bllokime dhe çorganizim në furnizim, por ofensiva mbante impulsin e saj. Qytetet vazhdonin të binin njëri pas tjetrit, ndërsa mbetjet e ushtrisë së kuqe përpiqeshin të vendosnin pozicione mbrojtëse mbi linja lumore, ku gërmoheshin llogore dhe vendoseshin pengesa, megjithse nuk arrinin gjithmonë të frenonin përparimin armik. Në frontin qendror, betejë e Smolenskut shënoi një pikë kthese. Megjithse gjermanët arritën të rrethojnë disa formacione sovjetike, luftimet u bën më komplekse dhe më të gjera se sa pritej. Forcat sovjetike filluan të shfaqnin një aftësi reagjimi më të fortë. Disa divizione madje tyen rrethimet, gjë që ngadalësoi ritmin e përparimit gjerman. Rezistenca po fitonte në organizim dhe efektivitet, dhe kjo gjeneroi shqetësim në disa sektor të komandës gjermane. Pritshmëria e një fitoreje të shpejt filloi të dobësohej, ndërkohë që rriteshin humbjet dhe morali ndikohej nga vapa, raskapitja dhe vështirësia e terrenit. Përkundër këtyre shenjave, Hitleri këmbënguli në ndarjen e përpjekjeve ushtarake dhe urdhëroi që ofensiva drejt jugut të vazhdonte, gjë që detyroi shtyrjen e përparimit drejt Moskës. Disa njësi që ishan destinuar për frontin qendror u devigjuan për të mbyllur rrethimin mbi Kievin. Ky vendim gjeneroi mosmarrveshje të forta midis komandantëve, por nuk u modifikua. Ndërkohë, ushtria e kuqe forconte mbrojtjet e saj rreth kryeqytetit, duke ndërtuar fortifikime, fusha të minuara dhe bunker në parashikim të një sulmi që nuk po materializohej plotësisht, ndërsa koha fillonte të luante në favor të mbrojtësve. Në Berlin, narrativa zyrtare vazhdonte të ishte e fokusuar te arritjet. Autoritetet civile organizonin akte propagande për të festuar përparimet, të bindur se rënia e regjimit komunist ishte e afërt. Shtipi fshishte vështirësitë logjistike, vonesat dhe forcimin e armikut. Fjalimet zyrtare mbanin një ton optimizmi, por brenda komandës së lartë ushtarake filluan të shpreheshin shqetësime. Zgjatja e linjave të furnizimit, lodhja e njësive dhe rezistenca në rritje nuk kalonin pa u vënë re nga ata që ishin në terren. Në gusht, megjithse ofensiva vazhdonte, kufizimet e saj filluan të bëheshin të dukshme. Forcat gjermane lëviznin në drejtime të shumta, gjë që gjeneronte një kërkesë logjistike superiore ndaj kapacitetit të disponueshëm. Vendimet e marra në korrik filluan të tregonin pasojat e tyre më të dukshme, mes tyre vonesa në sulmin mbi Moskën. Ajo që ishte konceptuar si një operacion i shpejt filloi të zhderojë në një konflikt të zgjatur, të kushtëzuar nga mjedisi, klima dhe një kundërshtar që nuk ishte i gatshëm të dorëzohej. Rruga për në Volgë, marshi i ushtrisë së gjashtë. Pas të shtimit për të kapur Moskën, Hitleri vendosi të ridrejtojë ofensivën e tij drejt jugut. Në fillim të 1942, ai parashtroi që rajoni i Kaukazit, me depozitat e tij të naftës, duhej të bëhej objektivi i ri. Për të mbështetur këtë operacion, ai duhej të siguronte krahun e majt, kështu që qyteti i Stalingradit, i vendosur pranë Volgës, u përfshi në plan si një pikë strategjike. Në 5 pril, ai nënshkroi urdhrim për të filluar ofensivën në emrin Fal Blau, me qëllim shkatërrimin e forcave sovjetike në Don dhe kapjen e Majkopit, Groznit dhe Bakut. Shkrirja e borës ende nuk kishte përfunduar, por direktiva ishte tashmë në lvizje. Hitleri rikonfiguroi vendosjen në frontin lindor duke ndarë grupin e ushtrisë jug në 2 formacione. E para, e quajtur grupi A, do të ngarkohej me depërtimin në Kaukaz. E dyta, grupi B, kishte si mision përparimin drejt Voldës. Në krye të ushtrisë së gjashtë u caktua Friedrich Paulus, një oficer karriere që nuk kishte komanduar kurrë një betejë. Profili i tij ishte metodik, i disiplinuar dhe i bindur. Ushtrisë së tij, e përforcuar me divizione rumune,
ju caktua rruga drejt Voronezhit për të kthyer më pas drejt juglindjes, për të kaluar Donin dhe për të drejtuar për në Stalingrad. Tereni ishte ende i zhytur në ujë kur ofensiva filloi në fund të qershorit. Luftwaffe hapi rrugën duke bombarduar pozicionet armike. Sa po filloi lëvizja, fronti sovjetik u shpërbë me shpejtësi. Njerëzit e ushtrisë së kuqe nuk ishin të përgatitura dhe ishin të paafta për të frenuar përparimin. Pancerat përshkoni linjat e tyre me shpejtësi. Brenda pak ditësh, forcat gjermane arritën lumin Don pranë Voronezhit. Megjithse qyteti ofroi rezistencë, ofensiva drejt jugut vazhdoi. Nxehtësia e verës ishte mbytëse, pluhuri vështirësonte tranzitin dhe mungesa e karburantit ndërlikonte logjistikën, por kolonat e motorizuara mbanin ritmin. Në komandën e lartë sovjetike vazhdonte besimi se gjermanët mund të rifilonin ofensivën mbi Moskën. Ata nuk parashikonin një sulm kaq të thellë në sektorin jugor. Stalin dyshonte midis mbrojtjes së Voronezhit ose përforcimit të Kaukazit. Komunikimet ishin të mangëta, vendimet mbërrinin me vonesë dhe shumë urdhra ishin kontradiktor. Kyç organizimi shërbente armikut, morali ishte i ulët. Reagjime të shumta u dërguan në front pa përgatitje bazë apo stërvitje me armatim. Ndërsa gjermanët deportonin më thellë në territorin sovjetik, varësia e tyre nga hekurudhat u bë më e dukshme. Urat e shkatërruara vështirësonin lëvizjet. Kalimi i Donit përfaqësoi një sfidë logjistike, por lëvishmëria e ushtrisë gjermane nuk u ndal. Gjesit e motorizuara anashkallonin pozicionet armike, duke izoluar divizionet të tëra që më pas eliminoheshin. Numri të burgosurve rritej çdo ditë. Rrugët mbeteshin të mbushura me kolona ushtare sovjetik të kapur që shoqëroheshin drejt prapavijes. Autoritetet naziste shfrytëzuan këto imaze për të përhapur një ndjenjë fitoreje totale. Ndërsa po ekzekutohej ofensiva, Stalin lëshoi urdhrin numër 227, i njohur për moton e tij: asnjë hap prapa. Direktiva e re ndalonte çdo lloj tërheqeje pa autorizim të shprehur. U krijuan detashmente të posaçme për të ndaluar ata që braktisnin pozicionet e tyre. Kjo politikë u zbatua në të gjitha frontet. Trupat u paralajmëruan se tërheqja konsiderohej tradhti. Paralelisht, filluan të formoheshin batalione penale të përbërë nga ushtarë të sankcionuar ose të burgosur. Këto njësi dërgoheshin në zonat më të rrezikshme si ndëshkim. Slogani ishte i thjeshtë: rezistoni deri në fund. Pasojat e urdhrit ishin të menjëhershme. Linjat mbrojtëse u përforcuan, fortifikime u ndërtuan në pika kyçe dhe divizione të reja u caktuan në sektor të cenueshëm. Stalin urdhëroi gjithashtu evakuimin e industrive drejt lindjes dhe përqendrimin e burimeve në mbajtjen e Stalingradit. Qyteti, përveç vlerës së tij strategjike, ishte një simbol. Humbja e tij do të kishte një ndikim të thellë politik. Në atë kontekst, autoritetet sovjetike intensifikuan rekrutimin. U mobilizuan student, punëtor dhe fshatar. Gratë u përfshin në detyra mbështetëse. Fabrikat punonin pa pushim duke prodhuar armatim, municione dhe pajisje mbrojtëse. Në 23 gusht, Luftwaffe bombardoi Stalingradin në mënyrë masive. Më shumë se 1000 fluturime ajrore shkaktuan një shkatërim të përhapur. Lagje të tëra u dogjën. Instalimet industriale u dëmtuan rënd. Tim mbuloi qytetin. Mijëra civil vdiqën gjatë sulmeve. Shumë u përpoqën të shpëtonin duke kaluar Volgën, por disa anije u goditën nga bombat. Pavarësisht fatkeqësisë, fabrika e traktorëve vazhdoi të ishte funksionale. Punëtorët riparonin tanke ndërsa sulmet vazhdonin. Kushtet ishin ekstreme. Kaosi pushtoi qytetin. Milia dhe 6 e Paulusit po afrohej. Selia e përgjithshme u instalua në Golubinskaja, në veri të Stalingradit, që andej planifikoheshin lëvizjet.
Divizionet gjermane përparonin nga veriu dhe jugu me qëllim që të rrethonin plotësisht qytetin. Artilleria goditi periferit. Këmsoria përparonte me kujdes. Pritej një rezistencë këmbëngulse. Aviacioni mbajti bombardimet. Paralelisht, sovjetikët transferonin përforcime përmes lumit. Pavarësisht zjarit armik, trupat vazhduan të kalonin drejt bregut perëndimor. Mbrojtja e qytetit po zhdorohej në një luftë shtëpi për shtëpi. Nga kryeqyteti i Rajhut, Hitleri këmbëngulte në mbajtjen e ofensivës pa pushim, ndërsa Paulus vazhdonte të kërkonte përforcime që nuk arrinin me shpejtësinë e nevojshme për shkak të kufizimeve të burimeve. Presioni nga komanda e lartë intensifikohej pa u kuptuar plotësisht pse ushtria e kuqe rezistonte me një këmbëngulje kaq të madhe. Për Stalinin megjithatë, rënia e Stalingradit nuk ishte një opsion i pranueshëm. Urdhri ishte i qartë. Mbro qytetin me çdo çmim që të ishte i nevojshëm. Divizione të reja u transferuan nga zona të ndryshme të vendit dhe u organizuan formacione shtesë, shumë prej të cilave të përbëra nga rekrut pa përvojë, të cilet në disa raste as nuk dinin të përdornin si duhet armët e tyre, por që megjithatë dërgoheshin në front me objektivin për të frenuar përparimin armik për kohën më të gjatë të mundshme. Luftimet arriten në qendrën urbane, ku stacioni i trenit ndryshoi duar vazhdimisht në mes të një lufte të pandërprer. Kodra Mamajev Kurga nuk thije në një pikë kyçe, nga e cila dominohej i gjithë qyteti, dhe kontrolli i saj ishte prioritar për të dyja palët. Ofensivat dhe kundërsulmet pasonin njëra tjetrën pa pushim, ndërsa kufomat mbeteshin të ekspozuara për ditë të tëra, dhe terreni mbullohej me fragmente metalike. Megjithse aviacioni gjerman mbante sulmet e tij, mbrojtja nuk thehej. Spitalet e fushës ishin të mbingarkuara, ilaçet ishin të pakta, dhe shumë të plagosur nuk mbijetonin për shkak të infeksioneve të patrajtuara. Në bregun lindor të Volgës, shtabi i përgjithshëm sovjetik po hartonte një strategji që kërkonte rezistencën për kohën më të gjatë të mundshme, ndërsa organizohej një ofensiv në shkallë të gjerë. Divizione po përqendroheshin, furnizime po grumbulloheshin dhe po analizohej një manovër rrethuese që mund të ekzekutohej vetëm nëse qyteti vazhdonte të ishte nën kontroll. Faktori kohë ishte përcaktues, pasi çdo ditë lufte e fituar lejonte forcimin e rezervave dhe zhdërrimin e luftës në një garë kundër kohës. Megjithse ngecja ishte e dukshme, Hitleri mbetej i bindur se fitoria ishte ende afër dhe refuzonte çdo propozim për tërheqje, duke këmbëngullur në kapjen e Stalingradit plotësisht. Paulus zbatonte urdhrat, megjithse në privat filloi të vinte në dyshim rezultatin. Rezistenca sovjetike vazhdonte, klima po bëhej më armiqësore me ardhjen e vjeshtës, furnizimet ishin të pakta dhe morali i trupave po binte vazhdimisht. Megjithatë, direktiva ishte e prerë. Ofensiva duhej të vazhdonte pa ndërprerje deri në pushtimin e qytetit. Ferri i Stalingradit, qyteti i mallkuar. Në fillim të shtatorit të 1942, gjermanët po afroheshin në qendrën e Stalingradit. Kolonat e ushtrisë së gjashtë përparonin me vështirësi nëpër rënoja, ndërsa sovjetikët përforconin mbrojtjen me njësitë sapo ordura. Komanda sovjetike kishte urdhëruar rezistencën me çdo kusht. Brenda pak ditësh, fronti u shndërrua në një rrjet kaotik rënojash, fabrikash të shkatëruara dhe linjash zjarri të pasakta. Trupat gjermane hasën vështirësi për të lëvizur midis ndërtesave të shkatëruara dhe strukturave në flak. Çdo kryqëzim rrugësh mund të ishte i mbuluar nga një snajper. Komunikimet midis kompanive u bën të pasigurta. Urdhrat duhej të transmetoheshin në këmbë dhe shpesh nuk mbërrinin.
Sovjetikët shfrytëzuan çdo bodrum, çdo grop dhe çdo ndërtesë gjysmë të fundosur për të hapur zjarr nga afer. Dërsa qyteti shpërbëhej fizikisht, morali i ushtarëve gërryhej dita ditës. Nxehtësia mbytse e verës përzihej me pluhurin e shembjeve. Shumë luftar, si sovjetik ashtu edhe gjerman, përshkruan se qyteti mbante erë gjëlqere, metalit e djegur dhe kufomash të fshehura nën muret e shembura. Generali Chuikov, i caktuar për të udhëhequr mbrojtjen sovjetike në brendësi të qytetit, instaloi postin e tij të komandës pranë frontit. Vendimet merreshin në minuta, bazuar në raporte gojore që mbërrinin në zjarr të vazhdueshëm. Linjat e komandës dobësoheshin me shpejtësi. Ndonjëherë, divizionet reduktoheshin në grupe të shpërdara që rezistonin me iniciativë vetjake. Nga mesi i muajit, sulmet gjermane u intensifikuan në zonën industriale dhe në lagjet pranë Volgës. Artilleria bombardoi vazhdimisht duke hapur rrugën për njësitë e sulmit. Megjithatë, rezistenca sovjetike pengonte përparime vendimtare. Çdo ndërtesë zënë nga gjermanët mund të sulmohej orë më vonë nga një kundërsulm i papritur. Snajperët u bën protagonist të luftimeve. Nga pozicionet e fshehura, ata qëllonin nëpër të çara në mure ose nga papafingot e rrëzuara. Disa ishin gjuetar me përvojë, të tjerë civil të kthyer në luftar nga nevoja. Shifrat e viktimave u rritën me shpejtësi, megjithse regjistrat ishin të pasakta. Patrullat e natës kërkonin të eliminonin gjuajtësit armiq para agjimit, pa sukses të garantuar. Qyteti u nda në sektor ku kontrolli ndryshonte duar disa herë në ditë. Një fabrik mund të okupohej nga trupat gjermane në mëngjes, vetë rimerje nga sovjetikët po atë pasdite. Impiantet e trajtimit, depot dhe stacionet e trenave shërbenin si bastionet e improvizuara. Gjesit sovjetike, të privuara nga furnizimet e qëndrueshme, furnizoheshin nga barka që kalonin Volgën natën. Shumë anije shkatëroheshin para se të arrinin në breg. Të plagozurit evakuoheshin në udhëtimin e kthimit, megjithse jo të gjithë mbijetonin gjatë rrugës. Linja e lumit u bë një pikë jetike si për mbijetesën ashtu edhe për përforcimin. Gjermanët vendosën lëshues flakësh dhe armë automatike për të pastruar ndërtesat. Disa togëza udhëzoheshin të sulmonin dhomë pas dome. Gjithsesi, ritmi i përparimit ishte i ngadalt. Rezistenca sovjetike dukej se ripërtëriej me çdo bombardim. Përdorimi i minave, kurtheve të improvizuara dhe zjarrit të kryqëzuar, bënte që çdo metër i fituar të kushtonte viktima të shumta. Në mes të kaosit dolen emra individual që shënuan narrativën e luftimeve. Vasili Zajcev, një snajper sovjetik, u njoh për shifrat e tij vdekjeprurëse. Metodat e tij u kopuan nga ushtarë të tjerë, të cilët kërkonin të imitonin saktësinë e tij. Gjermanët filluan të vendosnin snajperët e tyre për t'i kundërvepruar. Me përparimin e luftimeve, komandat gjermane filluan të ndryshonin mënyrën e tyre të veprimit. Komandantët, duke kuptuar se formacionet tradicionale nuk ishin efektive, filluan të ndaheshin në grupe të vogla sulmi. Këto ekipe operonin me autonomi të pjeshme, duke ju përshtatur terrenit të shkatëruar. Objektivi i tyre ishte të identifikonin vatrat e rezistencës dhe t'i neutralizonin ato para se të mund të rigrupoheshin. Chuikov urdhëroi oficerët e tij të mbanin gjithmonë iniciativën. Sa herë që gjermanët merrnin një pozicion kyç, sovjetikët duhej të lëshonin një kundërsulm të menjëhershëm. Kjo taktik pengonte armikun të konsolidonte arritjet e tij. Megjithse ishte e kushtueshme në jetë, ajo lejoi të mbahej një pjesë e frontit aktive dhe pa përkufizim të qartë. Komunikimet bëheshin me anë të lajmëtarëve që kalonin me vrap mes rënojave.
Limja telefonike priteshin vazhdimisht dhe radiot dështonin për shkak të ndërhyrjeve ose mungesës së baterive. Mjedisi urban u kthie në një labirint të paparashikueshëm, ku njohja paraprake e terrenit vlente më shumë se çdo plan ushtarak. Spitalet e fushës operonin në kushte minimale. Disa dhoma operacionesh të improvizuara funksiononin në tunele ose kalime nëntoksore. Mjekët punonin pa drita elektrike, me instrumente të kufizuara dhe në rrezik të vazhdueshëm bombardimi. Të plagozurit prisnin në barela të mbulluara me pëllhura, ndërsa jashtë vazhdonte zjarri i kruçëzuar. Temperaturat filluan të uleshin me ardhjen e fundit të shtatorit. Shiu ndërlikoi edhe më shumë lëvizjen e trupave dhe transportin e furnizimeve. Rrugët u zhderruan në balt dhe rënojat e shembura vështirësonin përdorimin e automjeteve. Pavarësisht kësaj, të duja palët vazhduan operacionet e tyre me të njëjtin intensitet. Në disa sektor, luftimet reduktoheshin në shkëmbime granatash midis domave ngjitur. Distanca midis armiqve ishte aq e shkurtër, sa që përleshjet trup me trup u bën të zakonshme. Përdorimi i bajonetave, thikave dhe vegjlave të improvizuara u intensifikua. Nuk ekzistonte një vije qartë e frontit. Komanda gjermane dërgoi përforcime në jug të qytetit, duke kërkuar të presë rrugët sovjetike drejt Volgës. Megjithatë, kushtet e terrenit pengonin përparime të shpejta. Aviacioni, megjithse i pranishëm, nuk mund të garantonte epërsi ajrore të vazhdueshme. Rrete ulta dhe tymi kufizonin shikueshmërinë. Sovjetikët nga ana e tyre rishpërndan njësi veteranësh për të përforcuar sektorët më të presionuar. Objektivi ishte mbajtja e ekuilibrit derisa të riorganizoheshin divizione të reja. Komanda qendrore ndikte zhvillimin e luftimeve me raporte ditore të dërguara nga qyteti. Në fund të muajit, Stalingradi nuk ishte më një qytet funksional. Strukturat administrative ishin zhdukur. Civilet e mbijetuar jetonin në strehë të improvizuara ose evakuoheshin drejt bregut lindor. Zonat e banuara u shndëruan në fusha beteje. Trupat që mbronin qytetin flinin në korridore, depo të zbrasta ose drejt për drejt në tokë. Ushqimi ishte i pakët. Racionet shpërdaheshin sipas urgjencës së luftimeve. Disa ushtarë ndanin ujin e tyre me shokët e plagosur, duke e ditur se nuk do të kishte më furnizim për orë të tëra. Pavarësisht të raskapitjes ekstreme, komanda sovjetike nuk lejoi tërheqje. Çdo njësi duhej të rezistonte derisa të merrte një urdhër formal. Dezertimet dënoheshin menjëherë. Komisarët politik përforconin disiplinën me prani të vazhdueshme, duke përsëritur slogane për të mbajtur moralin. Gjermanët, të vetëdijshëm se çdo ditë pafitore dobësonte pozicionin e tyre, intensifikuan presionin mbi lagjet industriale. Zjarri i artillerisë ishte i vazhdueshëm. Tanket mbështetnin sulmet, megjithse shumë beteshin të papërdorshëm nga minat ose sulmet nga afër. Njësit e gjenierëve gjerman hapnin tunele në ndërtesa për të vendosur eksploziv. Këto shpërthime kërkonin të shkatëronin pika rezistence që nuk mund të merreshin me sulm të drejt për drejt. Sovjetikët, pasi zbulonin këto lëvizje, kundërsulmonin me gjenierët e tyre ose blokonin hyrjet me rënoja. Ritmi i luftimeve nuk u ul. Urdhrat e të dyja komandave ishin të qarta. Mos u ndalni. Çdo orë pushimi ishte një mundësi për armikun. Oficerët e dinin se çdo pushim mund të nënkuptonte një prit ose humbje në një pozicioni kyç. Muaji përfundoi pa përparime përfundimtare. Stalingradi vazhdonte të ishte i fragmentuar dhe dominimi mbi terrenin kontestohej në nivel ndërtesash, shkallësh dhe madje edhe korridoresh të brendshme. Shifrat e viktimave bëheshin të pamundura për të numëruar, por asnjëra nga të dyja palët nuk shfaqte qëllim për t'u tërhequr. Fabrikat e vdekjes.
Ndërsa përleshjet intensifikoheshin brenda Stalingradit, mijëra civil sovjetik u detyruan të shërbenin gjermanëve. Në divizionet e ushtrisë së gjashtë kishte një numër në rritje të vullnetarëve sovjetik të njohur si Hivis, shkurtesë për ndihmësit e lindjes. Nga mesi i tetorit, më shumë se 50.000 prej këtyre bashkëpunëtorëve punonin nën komandën gjermane në frontin lindor, dhe rreth gjysma vepronin drejt për drejt me njësit në Stalingrad. Shumica kryenin detyra logjistike, si transportimi i municionit ose varrosja e kufomave, por disa madje ishin armatosur. Ky përfshirje jo vetëm dëshmoi nevojën për fuqi punëtore, por edhe kolapsin e strukturave sovjetike në zona të caktuara të okupuara. Përdorimi i këtyre ndihmësve gjeneroi mendime të ndara midis oficerëve gjerman. Disa i konsideronin të domosdoshëm, ndërsa të tjerë i shihnin si një kërcënim. Megjithatë, Hivis vazhduan të ishin të pranishëm në operacionet luftarake, në disa raste madje duke mbajtur armë gjermane. Në një mjedis ku çdo ushtar ishte i nevojshëm, komandat toleronin praninë e tyre, përderisa kryenin funksione të dobishme. Nga ana tjetër, nga perspektiva sovjetike, çdo bashkëpunim me pushtuesit shihej si tradhti, dhe shumë Hivis të kapur u ekzekutuan pa gjyq. Kjo situatë shkaktoi që disa të përpiqeshin të ktheheshin në radhat e ushtrisë së kuqe, ndërsa të tjerë dezertuan ose fshiheshin kur pan ndryshimin e valës. Ndërkohë, fusha e betejës urbane u zhdërua në një territor gjithnjë më ekstrem. Fabrikat e vjetra të qytetit u kthyen në fortifikime të improvizuara. Impjanti i traktorëve Gjergjinski, fabrika Barikadi dhe impjanti i armatimit tetori i Kuq kaluan nga qendra industriale në bastione mbrojtëse. Çdo ndërtesë ishte e minuar, bodrumet e saj të lidhura me tunele dhe çdo seksion ishte mbrojtur nga grupe të pozicionuara që e kthenin terrenin në një ferr rënojash dhe zjarri. Këto instalime, të shkatëruara pjesërisht nga bombardimet, ofronin në të njëjtën kohë mbrojtje dhe rrezik, sepse prevat nuk pushonin dhe strukturat mund të shembeshin me lehtësi. Në fabrikën e traktorëve, njësit gjermane përballeshin me një armik të pozicionuar mirë mes rënojave, me mitraloz dhe pushk precisioni që shënjestronin nga çdo çep. Luftimet trup me trup ishin të vazhdueshme dhe humbjet rriteshin çdo ditë. Rezistenca sovjetike përdorte çdo kat, çdo mur, çdo tunel si vijë mbrojtjeje. Pasi gjermanët merrnin një sallë, mbrojtësit rigrupoheshin në një seksion tjetër të së njëjtës ndërtesë. Marrja e plotë e cili do prej këtyre komplekseve kërkonte javë, madje muaj, dhe gjithmonë me një kosto shumë të lartë në burra dhe burime. Generali Paulus, i vetëdijshëm për vështirësinë që përfaqësonin këto struktura mbrojtëse, urdhëroi të përqendroheshin të gjitha përpjekjet në dispozicion për të nisur një ofensiv përfundimtare mbi qytetin. Qëllimi ishte eliminimi i plot i vatrës së rezistencës para se të vinte dimri. Për këtë, u organizuan sulme të koordinuara me mbështetje të artillerisë e aviacionit. Formacionet Panzer duhej të depertonin në zona kyçe, ndërsa këmbësoria siguronte zonat e marra. Por natyra e terrenit urban, së bashku me rezistencën sovjetike, pengoi që planet të përmbusheshin me saktësi. Gjatë këtyre përleshjeve, divizionet gjermane pësonin një lodhje alarmante. Njësit që në fillim të fushatës kishin mijëra efektiva, tani operonin me shifra shumë të reduktuara. Në disa batalione, kishin mbetur vetëm një palë kompani në gjendje lufte. Mungesa e municioneve, lodhja e vazhdueshme dhe humbjet mjekësore dobësonin kapacitetin sulmues gjerman. Pavarësisht gjithçkaje, komandat e larta këmbëngullnin në vazhdimin e përparimit, të bindur se një përpjekje shtesë do të lejonte përfundimin e fushatës në qytet. Trupat gjermane përparonin ngadalë nëpër korridore të shkatëruara, kalonin dhoma me rënoja dhe zbrisnin në bodrume të përmbutura ose të shembura. Çdo hap kërkonte vigjilencë ekstreme, sepse çdo cep mund të fshishte një snajper ose një grup të pozicionuar. Shpesh, luftimet ndodhnin brenda dhomave të mbushura me rënoja, me granata dore si armë kryesore.
Pozicionet kontestoheshin për shkallë, korridoret e rrëta dhe qatit të shkatëruara. Nocioni i frontit u zhduk në këtë mjedis. Nuk kishte vija të qarta, vetëm zona gri ku të dyja palët bashkjetonin të ndara nga një mur ose një kat. Paralelisht, situata ushqente lodhjen mendore të ushtarve. Presioni i vazhdueshëm, pamundësia për të pushuar dhe vizioni i vazhdueshëm i trupave të shkatëruar ndikonin të luftarët e të dyja palëve. Zhurma e pandërprer, pamundësia për të fjetur, mungesa e ushqimeve të freskta dhe tensioni i vazhdueshëm krijonin një mjedis të padurueshëm. Disa oficer përpiqeshin të mbanin disiplinën, por kushtet materiale pengonin aplikimin e rregullave të ngurta. Mbijetesa varej më shumë nga improvizimi se sa nga rregulloria. Në Moskë, Komanda e lartë sovjetike interpretonte raportet e Stalingradit me një përzierje shqetësimi dhe vendosmërie. Mbrojtja e qytetit ishte kthyer në një simbol kombëtar, dhe Stalin urdhëroi nisje në një fushatë mobilizimi total. Nën moton, gjithçka për frontin, u ridrejtoheshin të gjitha burimet e mundshme për të përforcuar mbrojtjen dhe për të mbajtur moralin. Punëtorët civil, fabrikat, mjetet e transportit dhe burimet logjistike u riorganizuan për të mbështetur trupat brenda dhe rreth qytetit. Kjo fushat propagandistike synonte gjithashtu familjet e ushtarve. U promovuan mesazhe që lartësonin heroizmin e atyre që rezistonin në rënoja. Historitë e mbrojtjes në fabrika, të snajperve të fshehur me stullave, ve të njësive që refuzonin të lëshonin një dhomë, u përhapën në të gjithë vendin. Këto narrativa jo vetëm që kërkonin të mbanin moralin të lartë, por edhe të konsolidonin angazhimin kolektiv. Bëhej fjalë për një luftë raskapitëse, ku këmbëngulja ishte po aq e rëndësishme sa aftësia luftarake. Në këtë kontekst, struktura e komandës sovjetike brenda qytetit zhvilloi sisteme komunikimi të brendshëm që lejonin koordinimin e kundërsulmeve dhe përforcimin e sektorëve të dobët. Përmes korridoreve të improvizuara dhe sinjaleve të tymit ose dritës, disa njësi arrinin të mbanin lidhjen. Koordinimi jo gjithmonë ishte efikas, por mjaftonte për të rezistuar. Njohja e terrenit urban, familiariteti me rënojat dhe vullneti për të vazhduar luftën ofronin një avantazh të rëndësishëm përballë sulmuesve. Në kontrast, gjermanët përballeshin me vështirësi për të ruajtur zinxhirin e komandës brenda Stalingradit. Urdhrat vononin të arrinin ose humbnin. Disa njësi mbeteshin të izoluara, pa kontakt me eprorët e tyre. Ky organizim, së bashku me presionin nga komanda e lartë, shkaktonte vendime të nxituara dhe lëvizje të koordinuara keq. Në disa raste, njësi të tëra u asgjësuan duke u zënë në kurth midis pozicioneve armike pa mundësi tërheqeje. Me kalimin e ditëve, shpresa për një fitore të shpejtë zbehej. Pavarësisht përparimeve në sektor të caktuar, rezistenca sovjetike vazhdonte të ishte aktive në pika të shumta. Ushtria e 6 kishte depërtuar thellë në qytet, por nuk arrinte të konsolidonte dominimin e saj. Fabrikat vazhdonin të ishin fortesa, linjat e furnizimit zgjateshin, rezervat gjermane shteronin. Në nëntor, Paulus urdhroi një ofensiv të fundit të koncentruar. Qëllimi ishte tujerja e frontit sovjetik nga veriu, ndërsa mbahej presioni në qendër. Megjithatë, kjo ofensiv gjithashtu nuk arriti rezultatet e pritshme. Megjithse u morën disa ndërtesa, mbrojtësit kundërsulmuan me një here. Qyteti vazhdonte të ishte i fragmentuar në fronte të shumta. Raskapitja ishte brutale. Ndërkohë, forcat sovjetike në perëndim të Donit po përgatisnin një lëvizje që do të ndryshonte plotësisht situatën strategjike. Këthi i Zhukovit, rrethi i Akullit. Në 12 shtator, Stalin u kërkoi generalëve të tij një ofensiv që do të shkatërronte grupin e ushtrive që kërcënonin Stalingradin. Propozimi u formalizua gjatë javëve në vazhdim,
dhe nga mesi I tetorit tashmë ekzistonte një plan pothuajse përfundimtar. Rretimi I ushtrisë së gjashtë nëpërmjet një sulmi të dyfisht nga veriu dhe jugu. Forcat që duhej të ekzekutonin këtë operacion përfshinin disa ushtri këmbësorie, njësi të blinduara, divizione kalorësie dhe element rezerve, të cilat u përqendruan në mënyrë diskrete jashtë rrezës së aviacionit armik. Për komandën e lartë sovjetike, kjo manover duhej të zhvillohej në momentin kur gjermanët ishin më të cenueshëm, me linjat e tyre të shtrira dhe me një ndjenjë të rreme stabiliteti. Data u caktua për 19 nëntorin. Në orët paraardhëse, bombardimet filluan të godasin pozicionet rumune që rretonin ushtrinë e gjashtë. Sovjetikët nuk kërkonin të tyenin frontin në pikën e tij më të fortë, por në krahët e mbrojtur keq, ku divizionet rumune kishin mungesë të armatimit efikas antitank. Në orët e para, artilleria sovjetike filloi të godiste sektorët verior dhe jugor të frontit me intensitet në rritje. Qyelli ishte I mbuluar, gjë që pengonte ndërhyrjen e Luftwaffe. Kur topat pushuan, kolonat e blinduara përparuan mbi një terren të ngrirë. Linjat rumune u lëshuan me shpejtësi. Njësitë gjermane të aferta morën urdhra kontradiktor. Disa duhej të rezistonin pa lvizur, ndërsa të tjerat përpiqeshin të frenonin përparimin sovjetik pa e ditur shtrirjen e tij reale. Gjatë ditëve në vazhdim, rrethimi u mbyll nga të dy krahët. Në veri sovjetikët kapen nyje të rëndësishme logjistike dhe rrugë komunikimi. Në jug ata kaluan Donin dhe u drejtuan për në Kalaç, një pikë strategjike. Kur blindat sovjetike morën urën mbi Don të paprekur, situata për gjermanët ndryshoi në mënyrë të paktyeshme. Kolonat e ushtrisë së kuqe u bashkuan, duke mbyllur kurtin rreth më shumë se 250.000 ushtarëve të Boshtit. Komanda e lartë gjermane vonoi të reagonte. Në Berlin, Hitleri refuzoi të pranonte magnitudën e fatkeqësisë. Për të, rezistenca në Stalingrad ende kishte kuptim simbolik, dhe çdo tërheqje ishte e barabartë me një disfat politike. Në vend që të urdhronte një tyjerje të rrethimit, ai vendosi që ushtria e gjashtë duhej të qëndronte e fortë derisa një operacion shpëtimi ta lironte. Ky vendim I dënoi trupat e bllokuara. Forcat sovjetike riorganizuan linjat e tyre të jashtme për të mbrojtur rrethimin dhe linjat e tyre të brendshme për të shmangur arratisjet. Sulmet në pjesën e jashtme, nga trupat gjermane jashtë rrethimit, ende nuk kishin filluar, por Stalin urdhëroi sigurimin e prapavijes. Për këtë, u mobilizuan trupa shtesë që mbyllën çdo boshllëk midis fronteve. Komandantët sovjetik megjithse të befasuar nga shpejtësia e suksesit, e dinin se mbajtja e presionit ishte jetike. Generali Paulus në kryet e ushtrisë së gjashtë kërkoi autorizim për të thyer rrethimin drejt perëndimit, por nuk mori përgjigje të qartë. Në vend të kësaj, ai u urdhërua të rezistonte. Disa oficer propozuan një dalje të menjëhershme, madje edhe pa mbështetje, por urdhrat e Führerit ishin të pandryshueshëm. Hitleri pohonte se situata ishte nën kontroll dhe se ndihma do të mbërrinte së shpejti. Për të mbështetur këtë narrativ, u ingjoruan raportet nga fronti që përshkruanin mungesën e ushqimit, municioneve dhe karburantit. Në pjesën e jashtme të rrethimit, komanda e lartë gjermane po përgatiste një operacion shpëtimi. Grupi I ushtrive të generalit Manstein mori urdhrin të mblidhte divizionet në dispozicion për të tentuar tyjerjen e rrethimit nga jug perëndimi. Megjithatë, distanca, klima dhe presioni sovjetik në sektor të tjerë e vështirësonin planin. Sovjetikët nga ana e tyre tashmë e parashikonin këtë mundësi dhe përforcuan pozicionet e tyre në perëndim të rrethimit. Brenda perimetrit, ushtarët gjerman u tërhoqën drejt zonave më mbrojtëse, duke vendosur linja të reja brenda ndërtesave të shkatërruara. Klima u përkeqësua. Dëbora mbuloi mbetjet e qytetit dhe temperaturat e natës zbrisnin në 20 gradë nën zero. Kushtet e bënin pothuajse të pamundur jetën e përditshme. Gatimi, pastrimi I armëve, kujdesi për të plagosurit ose varrosja e kufomave u bë një detyrë titanike. Kuajt filluan të fligjoheshin për të ushqyer. Avionët sovjetik shqetësonin vazhdimisht përpjekjet për riorganizim.
Llogoret u mbushën me akull. Komunikimet midis sektorëve të ndryshëm ishin të paregullta. Njerëzit që rezistonin në skajet e rrethimit mbeteshin të izoluara për orë ose ditë. Disa depo municionesh shpërtyen kur u goditën. Magazinat e ushqimeve u plaçkitën në ditët e para të rrethimit. Shpejt filloi racionimi i bukës dhe ushqimeve të konservuara. Morali filloi të dobësohej. Shumë ushtar nuk kuptonin pse nuk u lejohej të dilnin nga rrethimi, ndërsa ishte ende e mundur. Disa oficerë mbanin disiplinën nëpërmjet kërcënimeve. Të tjerë përpiqeshin të qetësonin burrat e tyre me premtime të paqarta për ndihmë. Radiot transmetonin komunikata optimiste që nuk përputheshin me realitetin. Dru zjarri ishte i pakët. Sobat e improvizuara mezi arrinin të ngronin strehimoret. Komanda sovjetike nuk urdhëroi një sulm të menjëhershëm kundër bërtamës së rrethuar. Në vend të kësaj, ajo preferoi të raskapiste armikun me kalimin e kohës. Bombardimet vazhduan dhe disa zona të qytetit u kontestuan përsëri. Megjithatë, prioriteti ishte mbajtja e linjës së jashtme të rrethimit të fortë kundër çdo tentative gjermane për shpëtim. Rezervat sovjetike u vendosen pas sektorëve më të cenueshëm, gati për të ndërhyrë nëse fronti do të shtypej. Në Berlin, Hitleri përsëriste bashkëpunëtorëve të tij se ushtria e 6 do të rezistonte dhe se rrethimi do të tyhej. Vendimet strategjike merreshin pa marrë parasysh situatën reale në terren. Marshali Göring kishte premtuar se Luftwaffe mund të furnizonte të rrethuarit nga ajri, megjithse llogaritjet logjistike dëshmonin të kundërtën. Megjithatë, Führeri miratoi planin. Përgatitjet për urën ajrore filluan. Megjithatë, infrastruktura ishte e pamjaftueshme. Aerodromet në dispozicion ishin larg rrethimit. Shumë avion ishin të dëmtuar dhe pilotët nuk ishin përvojë në fluturime precize mbi zona armiqësore. Kushtet meteorologjike ndërlikonin edhe më tej misionin. Pavarësisht gjithçkaje, fluturimet fillestare u autorizuan. Rezultatet ishin të kufizuara. Disa pako humbnin, të tjerat binin në zonat të okupuara nga sovjetikët. Ndërkohë, sovjetikët përgjonin komunikimet dhe e dinin se furnizimi ajror do t'ishte i pamjaftueshëm. Zhukov dhe komandantët e tij vlerësonin opsione të ndryshme. Njëra prej tyre ishte ndarja e rrethimit nëpërmjet ofensivave të njëkohshme nga sektor të ndryshëm. Një tjetër konsistonte në izolimin e plot të zonës për të detyruar një dorëzim progresiv. Në çdo rast, prioriteti vazhdonte të ishte pengjimi i çdo tentative gjermane për të hapur një korridor drejt perëndimit. Brenda rrethimit, sëmundjet u përhapën. Tifusi dhe dizenteria prekën mijëra bura. Mungjesa e higjienës, mbi populimi dhe raskapitja fizike dobësonin edhe më tej trupat. Mungjesa e antibiotikave dhe fashave e rëndonte situatën. Amputimet ishin të shpeshta. Spitalet e fushës funksiononin pa energji elektrike. Racionet reduktoheshin çdo ditë. Në disa sektor, komanda gjermane filloi të përgatiste mbrojtjen statike. Pozicionet u përforcuan brenda fabrikave, ndërtesave administrative dhe strehimoreve nëntoksore. Mina u vendosën në rrugët kryesore dhe u ngritën barikada me rënoja. Megjithatë, mungjesa e qimentos, drurit dhe vezhlave e vështirësonte punën. Megjithatë, ushtarët punonin me orë të tëra për t'i bërë ballë rrethimit që tashmë dukej i pashmangshëm. Nga mesi i dhjetorit, njësit gjermane jashtë rrethimit nisën një ofensiv të kufizuar. Operacioni, megjithse arriti të përparoi disa kilometra, u frenua nga rezervat sovjetike. Shpresa brenda rrethimit filloi të zbehej. Temperaturat vazhdonin të uleshin. Dëbora mbulonte trupat e braktisur në rrugë. Tymi i zjarreve të improvizuara mbulonte qyelin. Hitleri vazhdonte të kërkonte rezistencë. Urdhrat e dërguara nga Selia ishin të palekundshme. Çdo sugjerim për dorëzim shihej si tradhti. Generalët gjerman të bllokuar nuk kishin hapësirë për të vepruar me autonomi. Ushtarët në të kundërt filluan të kuptonin se nuk do të dilnin prej andej. Disa shkruanin letra lamtumire,
Të tjerë varrosnin sendet personale për t'u gjetur më vonë. Rrethimi u mbajti pa qarë, i mbyllur me saktësi nga forcat sovjetike dhe asnjë kolone dërguar nga jashtë nuk arriti të hapte një korridor. Divizionet e bllokuara përfunduan të fragmentuara në grupe të izoluara, të shkëputura plotësisht nga njëra tjetra dhe situata në terren po bëhej gjithnjë e më e papërballueshme. Pavarësisht kësaj, komanda e lartë gjermane nuk ndryshoi qëndrimin e saj dhe këmbëngullte në idenë se ende mund të dilte një zgjidhje e papritur. Ditët vazhduan të kalonin, ndërsa manovra e planifikuar nga Zhukov tashmë kishte arritur qëllimin e saj. Ushtria e 6 kishte humbur. Rrethimi përfundimtar, dorëzimi I krenarisë gjermane. Në 12 dhjetor, Korpusi 57 Panzer I Hotit nisi ofensivën e tij nga thellimi I Kotelnikoves me 3 divizione. Divizioni I 6 Panzer I transferuar nga França u udhëhoqi sulmin, I mbështetur nga Stukas dhe artilleria e rënd. Mbrojtjet sovjetike drejtoheshin nga ushtria e 51 e përforcuar me shpejtësi. Përparimi gjerman theu linjat armike dhe mori Verkhne Kumskin, por kundër sulmet sovjetike, me tanke T-34 dhe trupa të korpusit të 13 të tankeve, ndërlikuan ofensiven. Beteja u kthie në një seri luftimesh intensive për fshatra të vegjël, me temperatura nën zero dhe një terren të ngrirë që vështirësonte lëvizjen. Viktimat ishin të larta në të dyja palët. Pavarësisht përparimeve fillestare, sovjetikët arritën të frenonin progresin. Brenda rrethimit, burrat e ushtrisë së 6 prisnin shpëtimin. Generalët diskutonin vazhdimisht mundësitë e thyerjes së xhepit, I famshmi Donnerschlag. Megjithatë, urdhri I Hitlerit vazhdonte të ishte I qartë: qëndroni. Në 16 dhjetor filloi operacioni Saturni I vogël. Trupat të frontit të Voronezhit sulmuan kraun e grupit të ushtrive Don. Divizionet italiane të pajisura keq dhe të raskapitura u shkelen. Linja e Donit u shemb, duke detyruar Mansteinin të risqyrtoj tentativën e shpëtimit. Përparimi I Hotit humbi vrullin. Në 19 dhjetor, arriti Lumin Mishkova, rreth 50 kilometra nga rrethimi, por nuk mund të përparonte më tej. Sovjetikët përforcuan pozicionet e tyre dhe rritën presionin mbi gjermanët. Manstein kërkoi leje që ushtria e 6 të përpiqej të bashkohej me grupin e Hotit, por Hitleri e refuzoi. Në Stalingrad situata po përkeqësohej. Ushqimi ishte I pakët, sëmundjet po përhapeshin dhe karburanti ishte I pamjaftueshëm për të lëvizur tanke ose për të ngrohur strehimore. Ushtarët mblidhnin dëbor për ta shkrirë dhe pinin ujë të ndotur. Shumë vdiqën nga ngrirja ose kequshqyerja. Racionet u reduktuan në 200 gram buk në ditë. Dizenteria, tifusi dhe infekcionet e zorve ishin të zakonshme. Letrat e dërguara nga ushtarët pasqironin dëshpërimin, urin dhe dëshirën për të kthyer në shtëpi. Disa u shkruanin familjeve të tyre me gënjeshtra të bardha. Të tjerët tregonin horrorin real. Spitalet ishin të mbingarkuara. Nuk ishte anestezia po antibiotik të mjaftueshëm. Amputimet kryheshin në kushte çnjerëzore. Mjekët improvizuan fasha me rroba të vjetra. Të vdekurit grumbulloheshin jashtë strehimoreve, të ngrirë, duke pritur të varroseshin kur t'ishte mundur. Shumë u varrosën në dëbor ose u braktisën. Göring vazhdonte të premtonte se Luftwaffe do të mbante një urë ajrore efikase. Në të vërtetë, avionët që arrinin të uleshin sillnin sasi të pamjaftueshme ushqimesh, ilaçesh ose municionesh. Shumica ishin avion të mesëm, të pa projektuar për ngarkesa të rënda. Shumë u rrëzuan ose u qelluan nga gjuajtësit sovjetik.
Klima pengonte ngritjet e shpeshta. Aerodromi i Pitomnik, pika kryesore e mbërritjes, ishte i ngarkuar dhe në nzjarr të vazhdueshëm. Pilotët uleshin në pista të ngrira, ndërsa të plagosurit ngarkoheshin me shpejtësi. Prioriteti ishte evakuimi i oficerëve, jo i ushtarëve të këmbësorisë. Disa ekuipazhe refuzonin të ktheheshin në rrethim, të tjerë detyroheshin. Shifrat nuk përputheshin. Nevojiteshin 500 tonë në ditë dhe dorëzoheshin vetëm 80 ose 100. Komandantët filluan t'i gënjejnë trupat e tyre për sasinë reale të furnizimeve që mbërrinin. Në 21 dhjetor, sovjetikët nisën një ofensiv kundër ushtrisë së katërt rumune, të dobësuar pas javësh luftimesh. Pozicionet u shembën shpejt. Njësit gjermane që përpiqeshin të mbanin frontin mbetën të izoluara ose të rrethuara. Rrethimi mbi Stalingradin u bë më i ngushtë. Artilleria sovjetike bombardonte pa pushim. Fabrikat e shkatërruara u shndërruan në fortesat e improvizuara. Në javët e para të janarit, temperatura ra edhe më shumë. Shumë ushtar humbën gishtrind nga ngrirja. Çizmet nuk ishin të përshtatshme dhe dorezat ishin të pakta. Balta e ngrirë përzihej me gjak, disa luftëtar nuk mund të mbanin armën. Urdhrat e komandës së lartë vazhdonin të ishin rezistoni. Paulus, tashmë i izoluar nga realiteti i frontit, i bindej Hitlerit. Generali gjerman e dinte se nuk do të kishte dalje, por shmangte përmendjen e dorëzimit. Në 8 janar, sovjetikët dërguan një ultimatum. Dorëzohuni ose do të asgjësoheni. Paulus e refuzoi atë. 3 ditë më vonë, filloi ofensiva përfundimtare. Trupa sovjetike përparuan nga perëndimi, jugu dhe veriu. Rrethimi u tkur edhe më shumë. Pozicionet gjermane ishin fragmente të shpërdara në rënoja, çdo bunker rezistonte më vete. Ngjezit sovjetike e dinin se armiku ishte në limit. Sulmet ishin intensive dhe të koordinuara. Blindat hapnin në rrugën, të ndjekura nga këmbësoria. Gjermanët u tërhoqën ngadalë. Në 16 janar ra Pitomniku. Me humbjen e aerodromit u ndërpre ura ajrore. Të plagozurit rënd nuk mund të evakuoheshin, disa u lan pas. Të tjerë kërkonin të vriteshin para se të kapeshin. Divizione gjermane u ndan në 2 gjepa, veri dhe jug. Zona veriore përfshinte fabrikën e traktorëve, atë të topave dhe një pjesë të lagjes punëtore. Ajo jugore përfshinte qendrën, selinë e përgjithshme dhe stacionin. Komunikimi midis të dyja zonave ishte pothuajse i pamundur. Artilleria sovjetike godiste pa pushim. Në ngjezet e 2 janar u bë një tjetër tentativ negociimi. Paulus përsëri refuzoi. Hitleri e ngriti Paulusin në gradën e marshalit të fushës. Asnjë marshal gjerman nuk ishte dorëzuar kurrë. Ishte një sinjal. Ai duhej të vetvritej para se të kapitullonte. Por generali nuk ishte ndërmend t'i merrte jetën vetes. Në ngjezet e 5 janar, situata ishte papërballueshme. Municionet po shteroheshin, nuk ishte as ushqim, as shpresë. Disa ushtar dorëzoheshin vetë, të tjerë ekzekutoheshin për mosbindje ndaj urdhrave. Në 30 janar, në 10 vjetorin e ardhjes së Hitlerit në pushtet, Goebbels mbajti një fjalim duke festuar besnikrinë e ushtrisë së 6. Po atë ditë, Paulus u mbyll në selinë e tij pa folur me askënd. Të nesërmen shtabi i përgjithshëm sovjetik dërgoi forcat e tij për të kapur selinë qendrore. Rezistenca brenda qytetit ishte në fazën e saj përfundimtare. Pozicionet e izoluara mezi arrinin të mbaheshin përballë përparimit sovjetik dhe komunikimet midis sektorëve ishin gjithnjë më të pakta. Heshtja pas dorëzimit ishte varri. Rënojat që nxirrnin tym ishin gjithçka që kishte mbetur nga një qytet që nuk ekzistonte më. Asnjë fitore taktike nuk e justifikonte këtë çmim.
Operacioni blu që filloi me shpresën për të kapur Kaukazin, përfundoi në një disfat që shënoi kthesën përfundimtare të konfliktit. Trupat sovjetike jo vetëm kishin rezistuar, ato kishin ndryshuar rrjedhën e luftës. Emri i Stalingradit do të hynte në histori jo për pushtimin, por për rezistencën. Fundi në Volgë, rënia e perandorisë së Hitlerit. Në mëngjesin e 31 janarit të 1943, generali Arthur Schmidt dhe disa oficer të shtabit të tij zbritën shkallët e një ndërtese gjysmë të rënuar në Stalingrad. Kur dole në rrugë, një grup ushtarësh sovjetik po i prisnin. Një nga komandantët e ushtrisë së kuqe ju afrua Schmidtit dhe e pyeti në rusisht nëse ishte komandanti i ushtrisë së 6. Schmidt tundi kokën në shenjë mohimi dhe tregoi generalin Paulus, i cili ndodhej brenda. Ndërkohë, sovjetikët rrethuan ndërtesën, kontrolluan letrat, inspektuan uniformat dhe dhan urdhra me zë të lartë. Gjermanët, pa shfaqur rezistencë, u bindën në heshtje. Pak metra më larg, oficer të tjerë të shtabit të përgjithshëm u dërguan në kamion të mbuluar me pëlhura. Në ditët paraardhëse, sovjetikët kishin rrethuar plotësisht qendrën e Stalingradit. Trupat gjermane tashmë pa municione dhe pa ushqime, u përpoqën të rezistonin me pak gjë që kishin mbetur. Kishte snajper të fshehur mes rënojave, ushtar të ngrirë në bodrume dhe të plagosur që nuk mund të evakuoheshin më. Raportet e fundit të dërguara nga qyteti flisnin për dëshpërim, racione të shteruara dhe spitale të mbushura. Në strejmoret nëntoksore, oficerët ndanin cigare të fikura ndërsa prisnin urdhrin përfundimtar. Disa ende ruanin armët e tyre, megjithëse e dinin se nuk do t'i përdornin. Nga selia e përgjithshme sovjetike ishin dhënë udhëzime të qarta. Kapni të gjallë komandat gjermane. Qëllimi nuk ishte vetëm taktik, por simbolik. Stalin donte që bota të shihte marshallin e parë të fushës gjermane të zënë rob. Në Berlin, kjo mundësi as nuk merrej parasysh. Në traditën ushtarake gjermane, një oficer i atij rangu nuk duhej të dorëzohej. Paulus megjithatë kishte marrë një vendim tjetër. Ai nuk u vetvra, as nuk u përpoq të tyente rrethimin. Ai priti në heshtje ndërsa burrat e tij u dërguan në grupe në pikat e takimit të vendosura nga ushtria e kuqe. Dorëzimi i sektorit jugor të Stalingradit nuk u njoftua me komunikata zyrtare apo fjalime. Ishte një fakt administrativ. Në 31 janar në mesditë, generali Rokozovski mori konfirmimin. Selia e Paulusit ishte kapur. Pasdite, filluan evakuimet. Mijëra të burgosur u dërguan në këmbë përmes dëborës. Disa ishin zbathur, të tjerë të mbështjell me batanije të pista. Sovjetikët i shoqëronin me bajoneta të vendosura dhe qenë të stërvitur. Gjatë rrugës, ushtarët gjerman mezi flisnin. Ecnin me kokën ulur duke zvaritur këmbët pa parë përreth. Në veri të qytetit, ende mbetën vatra rezistense. Aty, generalet Strecker dhe Laskin përpiqeshin të mbanin kontrollin e sektorëve të tyre. Situata ishte kritike, furnizimet kishin mbaruar, njësit nuk përgjigjeshin më me të njëjtën disiplinë. Disa ushtar dorëzoheshin me iniciativën e tyre, të tjerë refuzonin të largoheshin nga pozicionet e tyre. Pavarësisht kësaj, urdhrat vazhdonin të vinin nga komanda e ndërmjetme. Generali Strecker refuzonte të kapitulonte pa një dokument të nënshkruar, kërkonte një autorizim zyrtar. Ndërkohë, burrat e tij vdisnin njëri pas tjetrit nën bombardimet sovjetike. Në ditët në vazhdim, skena u përsërit në pika të ndryshme të frontit urban. Çdo skuadër gjermane u qarmatos, u regjistrua dhe u dërgua jashtë qytetit. Operacioni u koordinua nga njësi sovjetike të specializuara në menaxhimin e të burgosurve. Disa oficer rus
shfaqnin kureshtje për uniformat gjermane, të tjerë i trajtonin me indiferencë. Përkthyesit bënin pyetje bazë dhe shënonin të dhënat në formular: emri, grada, njësia, vendi i kapjes. Të plagozurit merrnin ndihmën e parë të improvizuar, jo të gjithë mbijetonin transferimin. I ftohti, mungesa e vëmendjes dhe raskapitja shkaktonin më shumë vdekje edhe pas luftimeve. Lajmi i dorezimit u përhap me shpejtësi në zinxhirin e komandës sovjetike. Stalini u informua menjëherë. Ai urdhëroi hartimin e një komunikate zyrtare që do të publikohej në gazeta. Në Berlin, reagimi ishte krejtësisht i ndryshëm. Goebbels u përpirit poq të kontrollonte narrativën. Shtipi gjerman nuk përmendi dorëzimin e Paulusit. Në vend të kësaj, flitej për një luftë heroike dhe për sakrificë për Reichun. Radioja transmetonte marshe ushtarake, ndërsa Ministria e Propagandës përgatiste slogane të reja. Hitleri nuk bëri asnjë deklarat publike. Ai qëndroi në heshtje për disa ditë. Ndërkohë, gazetarët sovjetik filluan të dokumentojnë ngjarjen. Kamerat e luftës regjistruan pamjet të burgozurve gjerman, të rrugëve të mbuluara me rënoja dhe të kufomave ende të pambarosura. U shpërdan fotografi të ndërtesave të shkatëruara, të pozicioneve mbrojtëse të braktisura dhe të flamujve sovjetik të vendosur mbi rënoja. Skena ishte danteske. Qyteti kishte mbetur në gërmadha. Nuk ishte mbetur asnjë ndërtes në këmbë. Gjithçka ishte e mbuluar me dëbor, hi dhe mbetje copash predhe. Ajri kishte erë tymi të vjetër. Në rrugët kryesore, tanket ruse përparonin ngadalë mes mbetjeve të automjeteve të karbonizuara. Në strehimoret nëntoksore, u gjetën ditare, letra dhe vizatime të bëra nga ushtarët gjerman. Disa shkruan deri në ditën e fundit. Ata rrëfenin të ftohtin ekstrem, urin, frikën, bisedat e natës dhe thasethemet rreth rrethimit. Të tjerë lanë udhëzime për familjet e tyre, mesazhe të koduara ose thjesht reshta pa kuptim. Në disa nga këto letra, oficerët sovjetik gjetën lista me emrate të vdekurve, diagrama të pozicioneve mbrojtëse dhe numra identifikimi. Gjithçka u mblodh dhe u ruajt nga shërbimet e inteligjencës. Stalingradi ishte kthyer jo vetëm në një fitore ushtarake, por në një simbol. Të burgosurit u dërguan drejt qendrave të tranzitit në periferi të qytetit. Aty u klasifikuan dhe u dërguan në destinacione të ndryshme. Disa u dërguan në kampe në Siberi, të tjerë në punë të detyruar. Oficeret u morën në pyetje veçmas. Paulusit i ofrua të bashkëpunonte me propagandën sovjetike. Në fillim, ai refuzoi. Gjatë ditëve të para, ai qëndroi i izoluar, i vëzhguar 24 orë. Qelia e tij ishte e vogël, me një krevat hekuri, një tavolinë dhe një lamb. Projtarët nuk e keq trajtonin, por as nuk i ofronin ndonjë rehati. Marshali i fushës flinte i veshur, hante në heshtje dhe leconte raportet që i jepeshin. Ushtria e kuqe shpalli zyrtarisht fitoren në 2 shkurt të 1943. Trupat festuan duke qelluar në ajër, duke tundur flamuj dhe duke u përqafuar mes dëborës. Disa ushtar qanin, të tjerë shikonin larg pa thënë fjalë. Në Moskë u organizuan akte publike. Radiot transmetuan këngë patriotike. U shtupen postera me fjalën Stalingrad me shkronja të kuqe. Fitoria u prezantua si pika e kthesës së konfliktit, që nga ajo ditë lufta kishte ndryshuar rrjedhën. Nuk ishte më Raihu ai që përparonte. Tani ishte Bashkimi Sovjetik ai që merrte iniciativen. Pas atë dite, një delegacioni i ushtrisë së kuqe vizitoi pikat kyçe të qytetit. Ata vizituan stacionin e trenit, fabrikat e shkatëruara dhe selin ku kishte qenë Paulus. Morën shënime, fotografuan vendin dhe shënuan disa sektor për rindërtim të ardhshëm.
Inxhinierët filluan të ngrinin plane emergjente. U identifikuan pikën më kritike. Midis tyre, rrjeti elektrik, tubacionet e ujit dhe hyrjet rrugore. Stalin kishte urdhruar që qyteti të restaurohej sa më shpejt të ishte e mundur. Jo vetëm për nevojë praktike, por për arsye politike. Stalingradi duhej të zhderojë në një simbol rezistanse. Ndërkohë, në Londër dhe Washington, raportet për dorëzimin u publikuan me tituj të veçantë. Gazetat flisnin për një goditje shkatëruese për Hitlerin. Analizoheshin shifrat, debatoheshin pasojat dhe spekulohej për ofensivat e ardhshme sovjetike. Në qarqet diplomatike, u konsiderua se beteja kishte tyer perceptimin e pathyeshmërisë së ushtrisë gjermane. Në korridoret e Kremlinit, kjo ide ishte tashmë e instaluar. Stalin kërkoi plane të reja. Ai donte të përparonte, të ripushtonte territorin e humbur dhe ta çonte luftën në zemër të armikut. Një ditë pas dorëzimit, kolonat e të burgosurve vazhduan të dilnin nga rënojat në për rrugë të kontrolluara nga ushtria e kuqe. Disa marshonin duke u lëkundur, të mbështjell me rroba të shkatëruara, ndërsa të tjeret transportoheshin me kamion të hapur. Disa ndalonin pa mundur të vazhdonin, dhe ata që nuk arrinin të ngriheshin në këmbë, ndaheshin nga ushtarët sovjetik pa u shikuar. Në margjinat e këtyre kolonave mbetën gjurmë çizmesh të tyjera, copa uniformash të djegura dhe trupa të palevizur. Ndërsa largoheshin nga qendra urbane, qyteti humbiste në një mjegull gri që mbulonte ndërtesat e shkatëruara. Nga ajri, dalloheshin vetëm format e rrëta dhe konturet të panjohura të asaj që dikur ishte Stalingrad. Civilet që kishin mbijetuar brenda qytetit filluan të dilnin nga fshehjet e tyre. Disa kishin qëndruar të fshehur në bodrume për ditë të tëra, duke ngren pak gjë që kishte mbetur dhe duke pirë ujë të ngrirë. Kur pan gjermanët e dorëzuar duke kaluar shumë ruajtën heshtjen, të tjerë pështynin në tokë ose ulnin shikimin. Shumica kishin fytyra të zbehura dhe rroba të coptuara. Disa fëmijë ecnin mes mbetjeve duke kërkuar ndonjë send të dobishëm. Trupat sovjetike u përpoqën të rivendosnin rendin, por kaosi ishte i dukshëm. Nuk kishte energji elektrike, as ushqim, as transport. Spitalet e improvizuara ishin në kufi dhe kufomat ende nuk ishin mbledhur. Korespondentët sovjetik vizituan terrenin duke dokumentuar çdo cep. Ata shkruan artikuj që përshkruanin magnitudën e shkatërimit, heshtjen e dendur në rrugët e zbrazeta dhe gjurmët e luftës shtëpi për shtëpi. Fotografit tregonin dritare të tyjera, shkallë të rëna, automjete të ndryshkura dhe copa predhe të ngulitura në mure. Shprehja më e përsëritur ishte qyteti vdekur. Një nga kronikat fliste për zona ku nuk kishte mas një ndryshim midis rrugës, ndërtesës dhe rënojës. Gjithçka ishte mbuluar nga i njëjti stres pluhuri të ngrirë. Gjurmët njerëzore zhdukeshin me kalimin e tankeve. Në një nga sektorët e shkatëruar, oficerët sovjetik gjetën postin e komandës nga ku Paulus kishte lëshuar komunikimet e tij të fundit. Vendi ishte i çrregullt, me harta të tyjera, telefona të shkëputur dhe mbetje ushqimesh mbi një tavolinë druri të tyer. Në mure kishin mbetur shenja gozhdësh dhe shenja goditjeje. Në një cep, një dolap i vogël përmbante disa dokumente të shënuara si konfidenciale. Informacioni u paketua nga agent të kundërzbulimit dhe u dërgua menjëherë në selin qendrore. Posti u inspektua dhe më pas u mbyll. Nuk do të lejohej hyrja e asnjë civili apo gazetari. Ndërkohë, viktimat vazhduan të regjistroheshin. Jo të gjithë ushtarët gjerman kishin vdekur në luftime. Shumë vdiqën nga ngrirja, infekcionet e patrajtuara ose plagët e pashëruara. Regjistrat sovjetik llogarisnin 10 mijëra trupa ende të paidentifikuara. Ekipe pastrimi dhe personel mjekësor filluan të vizitonin zonat më të prekura. U improvizuan barela me dyer të tyjera dhe u hapën varre masive në periferi të qytetit.
Procesi ishte i ngadalt dhe i dhimbshëm. Temperaturat pengonin gërmimin e shpejt dhe shumë nga kufomat ishin blokuar në ndrënoja. Në ditët në vijim, Stalin urdhëroi përdorimin e fitores si instrument politik. Në Moskë u organizua një ceremonie posaçme për të përkujtuar çlirimin e Stalingradit. U shtypën fletushka, u pikturuan murale dhe u shpërdan fjalime në radio dhe gazeta. Qyteti jo vetëm që duhej të rindërtohej, por të zhderrohej në emblem. Fotografit zyrtare tregonin ushtar duke përqafuar civil, flamuj që valviteshin me zrënojave dhe oficer sovjetik që inspektonin pozicionet armike të kapura. Narrativa nuk ishte vetëm ushtarake. Bëhej fjalë për një fitore morale, për një shembull rezistanse përballë pushtuesit. Si pjesë e kësaj strategjie simbolike, qeveria britanike vendosi të dërgojë një dhuratë në Bashkimin Sovjetik. Ishte një shpatë e farkëtuar me çelik britanik, e projektuar si shenjë respekti për mbrojtjen e qytetit. Pjesa u pagazua si shpata e Stalingradit. Dizajni ishte aprovuar nga mbreti Gjeorgji VI dhe dorëzimi i saj u përgatit me kujdes. Në nëntor të 1943, gjatë konferencës së Teheranit, Churchilli i dorëzoi shpatën Stalinit përballë kamerave. Gjesti u regjistrua si një moment kyç në aleancën midis të dyja fuqive. Shpata ishte dekoruar me mbishkrime në anglisht dhe rusisht dhe u vendos brenda një kutie të kuqe. Stalini e pranoi atë pa thënë një fjalë. Më pas ja kaloi Rooseveltit, i cili gjithashtu e ekzaminoi në heshtje. Shpata u transferua në Moskë dhe u vendos në Kremlin. Për vite me radhë, ajo u ekspozua si simbol i njohjes perëndimore për sakrificën sovjetike. Në Stalingrad lajmi u prit me krenari, por edhe me skepticizëm. Shumë ushtar që kishin luftuar atje nuk u kthyen kurrë në shtëpitë e tyre. Disa vdiqën në muajt pasardhës nga sëmundjet ose plagët. Të tjerë u dërguan në fronte të reja pa pushim. Pavarësisht kësaj, gjesti britanik u përdor në propagandën e brendshme si shembul i unitetit ndërkombëtar përballë fashizmit. Paralelisht, regjimi sovjetik filloi të identifikojë ushtarët më të shquar gjatë mbrojtjes së qytetit. U dhan medalje, gradë nderi dhe përmendje publike. Disa luftar u emëruan heronj të Bashkimit Sovjetik. Historitë e tyre u shfaqën në gazeta dhe postera. U organizuan akte shkollore ku fëmijët përsërisnin emrat e tyre me zë të lartë. Imazet e mbrojtësve u riproduan në piktura dhe skulptura. Stalingradi nuk ishte më vetëm një qytet, por një tregim kombëtar. Familjet që kishin humbur fëmijët e tyre merrnin dekorata post-mortum. Në sytë e Kremlinit, çdo i vdekur kishte kontribuar në triumfin kolektiv. Ndërkohë, struktura e qytetit filloi të vlerësohej nga inxhinierët ushtarak dhe komitetet e planifikimit urban. Përfundimet e para treguan se më shumë se 90% e ndërtesave ishin shkatërruar plotësisht ose pjesërisht. Rrjetet elektrike dhe të ujit ishin të papërdorshme. Shkollat, spitale dhe fabrikat duhej të rindërtoheshin nga e para. Pavarësisht kësaj, Stalin urdhëroi që popullsia të kthehej. U krijuan brigada punëtorësh, arkitektush dhe ushtarësh të ngarkuar me pastrimin e rënojave. U instaluan strehimore të përkohshme dhe kuzhina të lëvishme. Rindërtimi nuk do të ishte i shpejt, por duhej të fillonte menjëherë. Ndërsa qyteti përpiqej të ngrihej, të burgosurit gjerman shpërndaheshin në kampe të ndryshme në brendësi të Bashkimit Sovjetik. Kushtet ishin të vështira. Transporti bëhej me trena pa ngroje. Shumë nuk mbijetuan udhëtimin. Ata që mbërrinin viheshin në punë në miniera, fabrika ose detyra infrastrukturore. Disa kaluan vite pa kontakt me familjet e tyre. Në raportet e brendshme sovjetike, përmendej përdorimi i oficerëve gjerman si instruktor në shkollat e propagandës. Një grup i vogël pranoi të bashkëpunonte, të tjerë refuzuan dhe u izoluan.
Paulusi u transferua në një rezidencë të veçantë në vëzhgim të rrept. Me kalimin e javëve, shifrat përfundimtare filluan të përpiloheshin. Sipas të dhënave zyrtare sovjetike, më shumë se 90.000 ushtar gjerman ishin kapur. Vlerësoheshin më shumë se 140.000 të vdekur vetëm nga ana e boshtit. Viktimat sovjetike ishin edhe më të larta, megjithse shifrat e sakta nuk u shpërdan. Në total, betejë kishte zgjatur më shumë se 200 ditë. Gjatë kësaj kohe, u shkrepën miliona preda, u shkatëruan mijëra automjete dhe u humbën breza të tërë në të dyja palët. Kostoja njerëzore ishte pallogaritshme, por për shtetin sovjetik ajo që kishte rëndësi ishte rezultati. Me frontin lindor tashmë të mobilizuar drejt perëndimit, Stalingradi mbeti pas si simboli diçkaje më të thellë. Në fjalimet e mëvonshme, Stalin foli për qytetin si vendi ku armiku u thye. Narrativa zyrtare shmangu përmendjen e gabimeve filestare ose spastrimeve që kishin dobësuar ushtrinë e kuqe. Në vend të kësaj, këmbëngulej në disiplinën, unitetin dhe sakrificën e popullit. Shkollat mësonin betejën si shembull suprem të patriotizmit. Filmat, këngët dhe romanet përforcuan atë imazh. Për qytetarin e thjesht, Stalingradi ishte sinonimi rezistencës, edhe nëse nuk ishte qenë kurrë atje. Vite më vonë, kur qyteti u rindërtua plotësisht, u ngrit një monument në majë të një kodre që dominonte Volgën. Statuja e quajtur Nëna Atdhe mbante një shpatë gjigante me një krah të shtrirë drejt horizontit. Piedestali përmbante emrat e divizioneve sovjetike që kishin luftuar atje. Poshtë, një sallë rrethore mbante një flak të përjetshme. Hyrja ishte e rrethuar nga figura ushtarësh dhe civilesh. Çdo cep i monumentit u projektua për të transmetuar solemnitet. Ai u kthye në vend të detyrueshëm për delegacionet e huaja dhe turistët vendas. Heshtja brenda vendit kontrastonte me historinë e shkatërrimit që e frymëzoi atë.